telefonatën tjetër, alo? Përshëndetje Eli. Përshëndetje, mozoja Sabrije, ç'është kam? O mirë, urime mas pori pja uroj 8 morsin. Faleminderit shumë, këtë urime i kemi lanë krejt në fund të emisionet, po me qenë se na urove, po ta urojmë edhe ne ty. Faleminderit shumë faleminderit. Albin Kurta po Vjosa Osmani. Ti je një zoj e vërtet. Faleminderit shumë. Kom thonë një herë, se bëhet shumë me të livdun. Po, shumë bëhet. Të dy ti kanë pojet Eli. Unë e kum për cilë tonë, po s'kum telefonu, së di shkam preki tema, të dy ti kanë pojet. Mu veç Eli, unë dhimet gjakuj dëshmurve, që s'pas kanë posë për kanë me luftu. E vërtet këka, s'pas kanë posë për kanë liria neve nuk na pas ka pas vy. Se përqarje ma shumë, se ka orë Albin Kurti, në qeveri, kur një jetë une nuk po, se 62 vjetë i kam, nuk jam me thonjë vogël, përqarje ma të modhe në jetë nuk ka posë, kur. E që tu. Edhe në këtë rast, ju vë të dëve kështu fajnë, Të dëve javlon fojnë, të dëve. Dohet me punu për njerëzit, për Kosovën tonë të dashur që e kanë dhënë jetën njerëzit, me ditë ka kanë luftu, ka e në shku, se jo, kur të bëhat me shtu që të do lula, mi dhonë, do fjallë, mi lexu. O edhe më shme është. Zë Sabrije, përshëndes shumë, të falenderit shumë për telefonatën. E urime gjithë zonjave, nanave, shikuseve tona që janë gjithmonë me neve 8 marsin. Edhe në këtë ditë ne kemi zgjedhë që Diona me qenë në... Ku ka qenë Diona? Në sheshin e Prishtinës, ku ka shpërndarë edhe lulje për zonjat. Edhe zotri që ata më dhonë bashkëshorteve të tyre, pse jo të dashurave. Faleminderit momit, unë në fakt edhe vajzave sot ju thash që ja kisha uru veç nanës tem, edhe ndoshta familjareve të mia, për ndryshe unë mendoj që femrave në përgjithësi duhet mi